أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Zonja e Zotrin, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe korrit diplomatik, të organizatave qeveritare dhe subjekteve të ndryshme, drejtor e rektor, hoxhallar e afarist, të dashur nxënës e student, pedagog e familjar, të gjithë ju të pranishëm këtu në sallë dhe ju që po na ndihni nëpërmjet ekranit televiziv, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu qofshin mbi ju. Ju dëshirojmë mirëseardhje në manifestimin e sonetëm në gjurmët e më të mirëve, të cilin Forumi Rinor Islam e organizon për 25 vite me radhë. Këtë vit, Forumi Rinor Islam shënoi 25 vjetorin e themelimit, një moment i rëndësishëm që kurorëzon një çerek shekulli për kushtim në shërbim të rinisë dhe shoqërisë sonë. Manifestimi i sonetëm është pjesë e aktiviteteve që evulosin këtë jubilet të veçantë. E falenderojmë Kurra Abdurrahim Sulejman për recitimin e mrekullueshëm të ajeteve të Kuranit Fisnik. Allahu e shpërbleft. Manifestimi në gjurmët e më të mirëve është një prej aktiviteteve kryesore të Forumit Rinor Islam, duke pasur parasysh se këtu realizohet një prej qëllimeve parësore të kësaj organizate rinore, stimulimi i diturisë së shkencës dhe nxënia e dijes. Në këtë skenjë janë dekoruar shumë nxënës, student, shkencëtarë hafiz të rinj, personalitete nga fusha të ndryshme, si mirënjohje për arritjet, angazhimin dhe kontributin e tyre në shoqëri. Sikur vitet e kaluara dhe sonte do të bëhet shpallja e nxënësve dhe studentëve më të dalluar nga disa shkolla të mesme dhe universitete. Po ashtu do të dekorohen personalitete për arritjet e tyre të veçanta dhe kontributin e dhënë në shoqëri. Do të shpallet edhe hafizi më i ri i vitit. Përveç kësaj, programi i sotëm do të përmbajë edhe pjesën artistike. Ky program realizohet me angazhimin e palodhshëm të aktivistëve të Forumit Rinor Islam, si dhe me ndihmën e madhe morale e materiale të miqve dhe mbështetësve tanë të shumt, të cilësve u jemi mirënjohës dhe sinqerisht i falenderojmë. Një falenderim e veçantë shkon për sponsorin kryesor medial, Radio Televizioni Maqedonisë, programi në gjuhën shqipe, i cili edhe këtë vit po bën transmetimin e drejt për drejt të këtij manifestimi. Sponsor të artë të këtij manifestimi janë Fimar Balkan, Këmbimorja Euroberza dhe Albayrak. Sponsor të tjerë janë Komuna e Likovës, Vision Trade, Aksaraj Trade, Safa Trade, Izvor, Design ING, Fast Star, Ecofluid, Royal Phones, MG Autotech. All Showers, Argendaria Diamond, iProduction, Fondacioni Axis, Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë, Shoqata Edukative Vllaznia, Shtëpia Botuese Furkan ISM,
shtëpia botuese Logos A. Ndërsa sponsor general të manifestimit janë Komuna e Çajirit dhe Radio Televizioni i Maqedonisë programi në gjuhën shqipe. I falenderojmë miqtë tanë afarist për përkrahjen e tyre. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij. Ndërsa tani, për një fjalim përshëndetës, ftojmë në skenë nikoqirin e kësaj mbrëmje, kryetarin e Forumit Rinor Islam, Zotri Abdulhamid Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar musafir nga pushteti qendror, kryetar komunash, përfaqësues të universiteteve dhe institucioneve arsimore, përfaqësues të organizatave nga vendi dhe rajoni, të nderuar donator, mësimdhënës dhe prindër, ju teleshikues të cilët po na ndiqni përmes ekraneve televizive, të dashur nxënës e student, vëllezër dhe motra. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit dhe begatit e Allahut qofshin gjithmonë mbi të gjithë ju. Në traditën tonë fetare e qytetare, më i miri i njerëzve është ai që sjell më shumë dobi për të tjerët, me dije, me shërbim dhe me përkushtim. Në këtë manifestim tradicional shumë vjeçar në gjurmët e më të mirëve, kemi privilegjin të vlerësojmë dhe dekorojmë nxënësit, studentët dhe personalitetet më të dalluara për arritjet e tyre të spikatura në fushën e dijes dhe kontributin e tyre në jetën shoqërore. Me këtë, duam të përcjellim mesazhin se asnjë përpjekje e ndershme nuk mbetet pa jehon, qoftë në bankat e shkollës, në universitete apo në fushat e ndryshme të jetës shoqërore. Puna e sinqert, dija dhe angazhimi i përgjeshëm shihen, vlerësohen dhe nderohen. Këta të rinj dhe këto personalitete janë kapitali ynë më i çmuar dhe dëshmojnë se shoqëria jonë ka potencial për cilësi, standard të lartë dhe vizion afatgjat, pavarësisht sfidave. Këtë vit, ky aktivitet ka një rëndësi të veçantë, pasi që shënon 25 vjetorin e Forumit Rinor Islam, një qerek shekulli për kushtim në edukimin dhe fuqizimin e rinisë. FRI sot është më shumë se një organizat, është një lëvizje dhe një vizion i kthyer në realitet, një histori që nis nga disa të rinj me zemër të pastër dhe me qëllim të madh. Pas këtij rrugëtimi 25 vjeçar, nuk numërojmë thjesht vite, aktivitete apo arritje. Ne numërojmë zemra që janë prekur, gjenerata që janë formuar dhe ëndra që janë zgjuar. Ky manifestim zhvillohet në prag të festave të nëntorit, me simbolik të thellë historike e kulturore. Dita e alfabetit 22 nëntori na rikthen te kongresi i manastirit, ku u unifikua alfabeti i gjuhës shqipe. Pa këtë vendim, nuk do të kishim sistem arsimor funksional në gjuhën tonë, tekste shkollore, literaturë universitare, vepra shkencore e as vetë këtë manifestim në këtë formë. Dita e flamurit 28 nëntori nuk shënon vetëm shpalljen e pavarësisë politike, por na kujton se liria është rezultat i sakrificës kolektive. Flamuri është amanet historik që na obligon të silemi në mënyrë të denjë si individ dhe si shoqëri. Nuk mund të flasim për dijen dhe vlerat pa qenë të vetëdijshëm për padrejtësitë dhe vuajtjet që ndodhin në botë. Detyra jonë si besimtar dhe si qytetar është të mos e normalizojmë padrejtësinë, të mos e relativizojmë vuajtjen e të pafajshmëve, të ruajmë zërin e arsyes dhe të drejtësisë, të lidhim lutjet tona me angazhimin konkret për dinjitet njerëzor, kudo që ai cënohet.
të dashur nxënës dhe student. Ky manifestim është për ju dhe rreth jush. Emrat që do të përmenden sonte nuk janë thjesht listë fituesish, por referencë morale dhe intelektuale për brezin tuaj. Ju që do të nderoheni si më të dalluar, mirënjohja që merrni është vlerësim për të kaluarën, por edhe obligim për të ardhmen. Mos lejoni që çmimet të mbeten vetëm simbole. Shndërrojeni në motivim për punë më të thellë, studim më serioz dhe kontribut më të gjerë shoqëror. Në fund, në emër të Forumit Rinor Islam, shpreh mirënjohje të veçantë për nxënësit dhe studentët pjesëmarrës, për prindërit që mbështesin fëmijët e tyre materialisht dhe shpirtërisht, për mësimdhënësit dhe profesorët që jetojnë profesionin si mision, për musafirët nga vendi dhe rajoni, për donatorët dhe partnerët institucional, gjithashtu edhe për antarët dhe aktivistët e Forumit Rinor Islam, të cilët me angazhimin e tyre e bëjnë të mundur këtë manifestim. Allahu i shpërbleft. Le të jetë ky manifestim jo vetëm një mbrëmje ceremoniale, por një angazhim i përbashkët që investojmë në dije, në karakter dhe në shoqëri. Të ecim me përullësi në gjurmët e më të mirëve dhe të përpiqemi të jemi prej atyre që sjellin më shumë dobi për njerëzit. Allahu ju bekoft juve, familjet e juaja dhe të rinjtë tanë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë kryetarin e Forumit Rinor Islam, zotrin Abdulhamid Mustafa, për fjalët e tij. E përgëzojmë Forumin Rinor Islam për aktivitetin e sonshëm dhe për të gjithë veprimtarinë e realizuar gjatë këtyre 25 viteve. I leja e parë që do ta ndjekim sonte titullohet Kush të ka kriju, e cila do të pasohen nga ilahia Hafiz Ali Korça. Interpretimin e këtyre dy ilahive do ta bëj grupi i mirënjohur i kënduesve, i përmbërë nga Nusret Kurtishi, Derem Alimi, Nafidan Miftari dhe Almin Shaqiri. I ftojmë në skenë.
E falenderojmë grupin e kënduesve të ilahive për interpretimin e tyre të mrekullueshëm. Ata do t'i kemi në skenë përsëri pak më vonë. Ajo që e bën të veçantë këtë manifestim është ndarja e dekoratave. Dekorimet do t'i fillojmë nga nxënësit më të dalluar të shkollave të mesme të qyteteve të ndryshme të vendit. Përzgjedhjen e nxënësve e kanë bërë drejtoritë e shkollave përkatëse. Për nxënësit më të dalluar është siguruar nga një komplet i librave nga edicionet e shtëpive botuese Furkan ISM dhe Logos A. Dekoratat e para për nxënësit më të mirë të shkollave të mesme do t'i ndajë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, zotri Durim Zeqiri. E ftojmë të na bashkangjitet në skenë. Do të fillojmë me qytetin e Kumanovës. Më i miri pranë gjimnazit Sami Frashri është nxënësi Fidan Ibrahimi. Nga shkolla e mesme ekonomike Peronakov vjen nxënësja Regjie Veliji. Pranë shkollës së mesme Ismet Jashari është nxënësja Anida Ademi. Nga shkolla e mesme teknike Nace Buxhoni vjen nxënësi Yll Ramizi. Nga shkolla e mesme Kiro Burnaz vjen nxënësja Dea Sabedini. Nga qyteti Tetovës na vijnë 4 nxënës më të dalluar. Nga gjimnazi 7 Marsi vjen nxënësja Flora Abduli. Nga shkolla e mesme mjekësisë Nikola Shtein vjen nxënësja Meral Qamili. Nxënësi më i mirë pranë shkollës së mesme ekonomike 8 Shtatori është Arbert Qamili. E falenderojmë zotri Durim Zeqirin që bëri ndarjen e dekoratave të para. E lusim të qëndrojnë në skenë. Ndërsa për të ndarë dekoratat e radhës për nxënësit më të mirë, ftojmë në skenë kryetaren e Asociacionit për Afirmimin e Gruas, zonjën Aishe Emini. Nga shkolla e mesme tekstile Gjoce Stojqeski vjen nxënësja Amra Xhelili. Nga qyteti Gostivarit i kemi son të gëtu 3 nxënësit më të mirë. Nga shkolla e mesme mjekësisë Gostivari vjen nxënësja Hana Qazimi. Nga shkolla e mesme ekonomike Gostivari vjen nxënësja Shemie Bejta. Nga shkolla e mesme teknike Gostivari vjen nxënësi Omer Fetaj. Kalojmë të qyteti i Kërqovës, prej nga na vjen një nxënës edhe atë nga shkolla e mesme Drita. Kjo është nxënësi Eles Kadriu. Nga qyteti Prelepit po ashtu na vjen një nxënës. Nga shkolla e mesme Rilindja na vjen nxënësi Amini Meri. Tani në radhë janë nxënësit më të mirë dhe më të dalluar nga qyteti i Shkupit. Nga gjimnazi Zeflush Marku na vjen nxënësi Andi Rexhallari. Nga shkolla e mesme mjekësisë Pançe Karagjozov vjen nxënësi Edi Qerimi. E falenderojmë zonjën Aishe Emini për ndarjen e dekoratave të pjesës së dytë dhe e lusim që të qëndrojë në skenë. Ndërsa për të ndarë dekoratat e radhës për nxënësit më të mirë, ftojmë në skenë kryetarin e komunës së Sarajit, zotri Muhamet Elmasi. Nga shkolla e mesme ekonomike Arseni Ovkov vjen nxënësja Almosa Pajaziti. Nga shkolla e mesme Maria Akiri Sklodovska vjen nxënësja Bahar Berisha.
Nga shkolla e mesme Cvetan Dimov vjen nxënësja Merdie Abdi. Nga shkolla e mesme Gjimnazi Saraj vjen nxënësja Shejnur Jashari. Nga shkolla e mesme Braqa Miladinovci vjen nxënësja Umajra Jusufi. Shkolla e mesme Zdravko Cvetkovski vjen nxënësja Ersila Zherka. Nga shkolla e mesme Qendra Shkollore Autotrafikut Boro Petrushevski vjen nxënësi Abdullah Sulejmani. Dhe nga shkolla e mesme ndërkombëtare Marif vjen nxënësja Sumeje Bajrami. E falenderojmë zotëri Muhamet Elmazin për ndarjen e dekoratave, ju lutim të qëndroni në skenë për një foto të përbashkët. I falenderojmë të gjitha drejtoritë e shkollave të mesme për bashkëpunimin korrekt që kanë pas me Forumin Rinor Islam ndër vite. I përgëzojmë nxënësit më të mirë të shkollave të mesme dhe u dëshirojmë shumë suksese edhe në të ardhmen. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Pastaj ne u kemi dhënë librin, trashëgim atyre robëve tanë që I kemi zgjedhur. Madhështia e këtij manifestimi është edhe me shpalljen e hafizit më të ri të vitit. Një çmim ky të cilin Forumi Rinor Islam e ndan tashmë për disa vjet me radhë. Ftojmë në skenë kryetarin e Forumit Rinor Islam, Hoxh Zylçefli Sinani, që të ndajë këtë dekorat me vlerë. Tashmë është bërë traditë e mirë që në vendin tonë brenda një viti të dalin shumë hafiz e hafize të reja. Në mesin e tyre e kemi edhe hafizin më të ri, I cili si vjetë merr këtë dekorat. Është ky hafizi 13 vjeçar, Ajan Ibrahimi. E ftojmë në skenë hafizin e nderuar Ajan Ibrahimi për të marrë këtë çmim të bukur dhe me vlerë. Ajan Ibrahimi është I lindur më 23 gusht 2012 në fshatin Batins të Shkupit. Me mësimin e hifzit, Ajani filloi në korrik të vitit 2023, kur ishte vetëm 11 vjeç, të xhaxha I tij Muhafiz Ibrahim Ibrahimi. Hifzin e përfundon për më pak se 2 vjet, konkretisht më 1 shkurt të vitit 2025, ndërsa e mbron me sukses para Komisionit të Mbiftinisë së Shkupit më 8 shtator të këtij viti në moshën 13 vjeçare. Paralelisht me mësimin e hifzit, Ajani ka vazhduar edhe shkollën fillore si nxënës I rregullt,
Kurse tani vijon mësimet e klasën e 3 si nxënës i shkëlqyeshëm. Përveç dekoratës, Forumi Rinor Islam e shpërblen Hafizin Erimi një sasi të hollash dhe me nga një komplet të librave nga shtëpitë botuese Furkan ISM dhe Logos A. E përgëzojmë Hafizin Eri dhe familjen e tij për këtë arritje madhështore. Po ashtu e falenderojmë edhe Hoxhën Zulqefli Sinanin për ndarjen e këtij çmimi. Vazhdojmë me pikën e radhës, ku ju ftojmë që së bashku të ndjekim një video monolog i cili përmbledh rrugtimin, përkushtimin, punën dhe sfidat e Forumit Rinor Islam gjatë këtyre 25 viteve. Një histori që frymëzon 25 vjet FRI. Mban titullin video monolog. Ta ndjekim së bashku. Një çast. Vetëm një çast mjafton që një ide të lindë. Por duhen ditë, muaj, vite, ndoshta një çerek shekulli, që ajo të bëhet realitet, të lëshoj rrënjë, të mbjetoj stuhit dhe të lulëzoj. Ishte vera e vitit 2000, kur një grup të rinjësh me më shumë pasion se mundësi, me më shumë besim se përvojë, vendosën të japin një përgjigje nevojës së shoqërisë, e cila kërkonte orientim, përkatësi, një zë të ri. E kështu, nga vullneti i mirë e dëshire flakt, u themelua Forumi Rinor Islam. Kjo fare bekuar që u mboll në zemrat e rinisë son. Nuk ishte një nismë për një natë një stin, për një periudhë të caktuar. Ishte korrja e parë një mbjelljeje të kryer kohë më parë e një ideali dhe përkushtimi që vazhdon të frymoj plot 25 vjet. Çdo 4 vjet një dorë e re, një mendje e freskët, një drejtim i ri. Kështu lëvizi timoni i udhëheqjes nga një brez tek tjetri, i gjallë e me shumë motiv, gjithmonë në ritëm me kohën, i lidhur fort me rrënjët e qëllimit të tij, kënaqësinë e Zotit. Me shtrirjen e vetë në pothuajse tërë vendin, me dritën rrezatuese në rajon, dhe frymën e përcjell deri në diaspor, nga tribunat, konferencat e aktivitetet verore, përmes shkollave edukative e bursave studentore, deri te Talentiumi, Eureka, Incepti e Hijreti si ngjarje madhështore. Çdo takim, cilido aktivitet, çdo njëri projekt, pasur një emër të përbashkët e një qëllim fisnik. Frymëzimin dhe ngritjen e një rinie me vlera të shëndosha, një rinie që sot mëson, nesër rritet e pas nesër vepron. Në këtë shtëpi të madhe janë takuar djem e vajza, të rinj e të reja, vëllezër e motra nga vise të ndryshme, me profile e profesione të larmishme, por që kanë ndarë të njëjtin ideal dhe kanë ndjekur të njëjtin mision. Jo me patjetër është kultivuar një qasje e një mendim, por është ecur një rrugë përbashkët me përkushtim, është ndërtuar një vëllazëri që njeh kufi toksor, e cila nuk mundet të matet me orët e punës, por me sinqeritetin e zemrave dhe ngazëllimin shpirtëror. Për dikë, Forumi Rinor Islam është vetëm një kujtim. Për të tjerët, gjithmonë do të mbetet inspirim. Për disa është një kapitull i mbyllur me mall, për shumë të tjerë një fillim që kurrë s'ka për t'u ndalë. 25 vjet më pas, e kuptojmë. Fillimi i tij nuk ka qenë vetëm si organizat. Ka qenë një shkollë jete, një udhë, një mision, dhe ky mision nuk ka fund, sepse dorë më dorë, brez pas brezi, ky forum ka zgjedhur të jetë dritë në errësirë, shpresë në kohra të mjegullta dhe një zë i paheshtur përballë sfidave. Ashtu qoftë deri në frymën tonë të fundit, deri në kiamet. Zoti e bekoftë rrugën që kemi kaluar. Zoti e ndriçoftë rrugën të cilën me krenari jemi duke vazhduar. Amin.
Veprimtaria e 25 viteve të Forumit Rinor Islam merr kuptim të veçantë falpranisë dhe mbështetjes suaj. Ju faleminderit. Në radhë është pjesa e dekorimit të personaliteteve me arritje dhe kontribut të veçantë në shoqëri. E ftojmë në skenë kryetarin e Forumit Rinor Islam, Zotëri Abdelamin Mustafa, për të bërë ndarjen e këtyre dekoratave. Dekorata e parë për si vjetë e kategorisë postmortem shkon për një personalitet të njohur e të dalluar. Është ky Dr. Kadir Shabani. Dekoratën në emër të familjes do ta merr djali i tij Fitim Shabani, të cilin e ftojmë në skenë. Dr. Kadir Shabani u lind më 15 korrik të vitit 1950 në fshatin Shipkovic të Tetovës. Shkollimin fillor e nisi në fshat dhe e vazhdoi në shkollën Liria në Tetov. Shkollën e mesme në gjimnazin Kiril Peqinović, ndërsa studimet për kimi teknologji në Universitetin e Prishtinës në vitin 1981. Në vitin 1996 mbrojti doktoraturën në Universitetin e Tiranës, duke u bërë një nga të parët në Tetov që fituan gradën doktor i shkencave të kimisë. Si nxënës i shkollës së mesme, ishte pjesë e iniciativës për hapjen e paraleleve në gjuhën shqipe dhe ndër organizatorët e protestave të vitit 1968. Në Shipkovic formoi grupin folklorik të rinis, i cili arriti suksese të mëdha dhe përfaqësoi shqiptarët në shumë gara komunale dhe rajonale. Në vitin 1978 themeloi shoqërinë kulturoro-artistike Recep Voka, të cilën e udhëhoqi për më shumë se 20 vite me aktivitete të shumta artistike, teatrore e kulturore. Në vitin 1990 udhëhoqi themelimin e Bashkësisë Kulturore Shqiptare me një tubim historik prej mbi 30.000 pjesëmarrës. Ishte ndër nismëtarët për themelimin e Universitetit të Tetovës në vitin 1994 dhe kontriboi me përkushtim të plotë në ngritjen dhe zhvillimin e këtij institucioni. Punoi si mësues dhe profesor në shumë shkolla të Tetovës dhe rrethin, ndërsa paralelisht ligjeroi në Universitetin Shtetëror të Tetovës në drejtimin e kimisë. Dr. Kadir Shabani është autori 6 librave të fushës së kimisë dhe metodologjisë së mësimdhënies, si dhe i 10 artikujve shkencor dhe gazetaresk. U nda nga jeta më 27 korrik të vitit 2023, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar shkencore, arsimore, kulturore dhe kombëtare. Allahu e mëshiroft dhe e shpërbleft për veprimtarinë e tij. Si vjetë për arritje në fushën e sportit, Forumi Rinor Islam e dekoron klubin e vajzave Women Handball Club Qair, një prej ekipeve më të suksesshme shqiptare në handball. Ftojmë në skenë trajnerin e klubit Basri Latifi për të pranuar dekoratën. Klubi Women Handball Club Qair është formuar në vitin 2008 me synimin e qartë për të zhvilluar sportin e handballit të vajzave dhe për të krijuar një ekip konkurrues që përfaqëson me dinjitet shoqërinë tonë. Që nga themelimi, klubi u shndrua shpejt në një qendër talenti, disipline dhe përkushtimi sportiv. Vitin e kaluar, ky klub arriti një sukses historik. U rendit ndër 16 ekipet më të mirat e Evropës, duke hyrë në 1/8 e finales, një arritje jashtëzakonshme jo vetëm për klubin, por për gjithë sportin shqiptar. Ky sukses fiton edhe më shumë pesh kur kihet parasysh se është i vetmi klub shqiptar që ka arritur këtë nivel garimi në arenën ndërkombëtare të handballit për femra. Me përkushtimin e lojtarëve, stafit, trajnerëve dhe mbështetjes së vazhdueshme të shoqërisë, klubi vazhdon të jetë modeli i përparimit dhe profesionalizmit, duke ngritur lart emrin e Qairit dhe të gjithë shqiptarëve në sportin evropian. I përgëzojmë për arritjet dhe u dëshirojmë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. Vazhdojmë me dekoratën e radhës. Për angazhimin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e mjekësisë, Forumi Rinor Islam si vjetë dekoron docent doktor Irfan Ismailin. E ftojmë doktorin të marrë dekoratën. Docent doktor Irfan Ismaili ka lindur më 1 mars të vitit 1982 në Shkup. Arsimin e mesëm e ka përfunduar në Shkollën e Mesme të Mjekësisë Panço Karagjozov, studimet e mjekësisë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup. Karrierën profesionale ka nisur në Institutin për Sëmundje Pulmonare të Fëmijët në Kozle, ndërsa që nga viti 2010 është pjesë e Klinikës Universitare për Pulmologji dhe Alergologji, ku sot udhëheq Departamentin e Diagnostikës Invazive të Pulmologjisë Intervente. Është specialist i mjekësisë interne, subspecialist i pulmologjisë dhe alergologjisë, ndërsa në vitin 2024 ka mbrojtur doktoraturën duke fituar titullin doktor i shkencave mjekësore.
Në karrierën akademike, doktor Irfan Ismaili u zgjodh asistent në vitin 2020, bashkëpunëtor shkencor në vitin 2024, ndërsa në korrik të vitit 2025 u emërua docent dhe ligjërues në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Doktor Ismaili është antar i shoqatave prestigjioze ndërkombëtare, si në Shoqatën Evropiane Respiratore, Shoqatën Botërore për Bronkologji dhe Pulmologji Intervente dhe Shoqatën Evropiane për Bronkologji dhe Pulmologji Intervente. Gjithashtu, është antar i Komisionit Profesional dhe Kombëtar për sëmundje të rralla pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Ka qenë ligjërues në 15 leksione seksionale në takime shkencore profesionale, edukator i 30 specializantëve dhe bashkërëndues në 3 projekte ndërkombëtare shkencore. Ka mbi 20 punime shkencore të publikuara, pjesëmarrje në kongrese ndërkombëtare dhe kontribut në disa projekte shkencore. Është koautor i 2 librave universitar dhe 1 monografie, Udhëzime kombëtare për diagnozën dhe trajtimin e kancerit pulmonar. Për kontributin e tij, është nderuar me çmimin Goce Delçev dhe 2 herë me çmimin Doktor i Vitit. Allahu i dhash sukses dhe mbarësi doktorit në punën e tij. Dekorata e radhës shkon po ashtu për një personalitet që ka dhënë një kontribut të madh në përhapjen e dijes dhe për shërbimin disa dekadash në zhvillimin e jetës fetare. Ai është doktor Taxhedin Efendi Bislimi, të cilin e ftojmë të na bashkangjitet në skenë. Taxhedin Feyzi Bislimi ka lindur më 19 prill 1961 në fshatin Grushin. Mësimet e para fetare i mori te Mulla Recep Avduli në fillim të viteve 70. Në vitin 1976 udhëtoi për në Damask, ku studioi në medresen El Furqan. Studimet universitare i përfundoi në Fakultetin e Shariatit në Universitetin e Damaskut në vitin 1986. Në vitin 2002 në Fakultetin Imam Efzaiu në Beirut, mbrojti magjistraturën me temën Vakëfi në Maqedoni 1391-2001. Në vitin 2015 doktoroi në Fakultetin e Studimeve Islame në Novi Pazar me disertacionin Kontrata e pajtimit mes muslimanëve sipas të drejtës islame dhe roli i saj te populli shqiptar. Që nga viti 1979 ka shërbyer si imam në disa vendbanime, ndërsa prej dhjetorit të vitit 1987 deri në prill 2025 ka qenë imam, vaiz dhe mualim në fshatin Grushin, një shërbim gati 4 dekadash. Ka qenë 2 mandate antar i Miftinisë së Shkupit dhe 2 mandate antar i shoqatës Ilmie. Nga viti 2006 deri në 2009 ishte mifti i Shkupit. Në vitin 2006 ishte iniciues dhe koordinator i parë i paraleles së vajzave pranë medreses Isa Beu. Prej vitit 2016 është kryetari i Komisionit për çështje fetare në Miftininë e Shkupit. Aktualisht është profesor në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Ka marrë pjesë në qindra seminare, trajnime, sesione shkencore dhe tribuna. Është autor i mbi 25 librave, prej të cilave janë referencë në fushat e fikut, edukatës islame, historisë, vakëfit dhe jurisprudencës. Po ashtu ka përkthyer shumë vepra të rëndësishme dhe ka shërbyer si recensent në 10 rabotime shkencore. E përgëzojmë doktor Taxhedin Bislimi për veprimtarinë e tij të palodhshme dhe për kontributin e vet. Në kategorinë e donatorëve dhe mbështetësve të aktiviteteve dhe projekteve të Forumit Rinor Islam, si vjet i ndahet dekorat kompanisë Fimar Ballkan. Ftojmë në skemë për ta marrë dekoratën zotri Murat Nimanin. Fimar Ballkan u themelua në vitin 1986 nga vëllezërit e Miollu, Mehmet, Ibrahim dhe Ahmet, me hapjen e një punishte e mermeri në Sivas. Midis viteve 1989-1990, kompania zgjeroi aktivitetet me gurore mermeri në Sivas, Tokat, Amasja, Karaman dhe Mersin, duke arritur sukses të madh në eksport. Me hapjen e fabrikave të përpunimit të mermerit dhe mozaikut në Amasja dhe Sivas, Fimar u bë një nga markat kryesore të sektorit në Turqi. Sot, me 23 gurore mermeri dhe 6 fabrika të gurve natyror, Fimar Ballkan është një emër i rëndësishëm dhe operon me një sër sektorësh, përfshirë karburantet, turizmin termal dhe menaxhimin e hotelve, bujqësinë dhe blegtorinë, përpunimin e qumshtit dhe minierat e hekurit. Në vitin 2016, Fimar Ballkan hapi 3 gurore mermeri dhe një fabrik për punimin në Maqedoninë e Veriut, duke forcuar marrëdhënie tregtare ndërmjet 2 vendeve dhe duke krijuar rreth 300 vende të reja pune.
Kompania eksporton në 33 vende, përfshirë Kinën, Indinë dhe Lindjen e Mesme, duke shfrytzuar potencialin tregtar të Ballkanit. Deri në vitin 2025, FIMAR synon të sugjerojë më tej investimet në rajon me projektet e minierës së nikelit dhe gurores së mermerit në Shqipëri. Forumi Rinor Islam është falendërues ndaj tyre për mbështetjen e pa rezervë që ofron vazhdimisht. Allahu ju dhash sukses dhe mbarësi në punën e tyre. I përgëzojmë të gjithë të dekoruarit për arritjet dhe kontributin e tyre në shoqëri, qofshin veprat të pranuara tek Allahu i Madhërisëm. E falenderojmë edhe kryetarin e Forumit Rinor Islam për ndarjen e dekoratave. I përcjellim pas fotografisë nga skena me një duartërhitje të madhe. Ndërsa tani për të interpretuar dy ilahit me titull Diell e Han dhe Thret Prizreni, ftojmë sërish në skenë kënduesit e ilahive Nusret Kurtishi, Nafidan Miftarin, Derim Alimi dhe Almin Shaqili.
se të kam motër, me vendurësin e Tiranën, se na kështu e gëzojna nanër, unë thas beje dhe qakor, drenic lape dhe rukor, vjen dhe qani e Mitrovica, ka qani ku e Kamenica, vjen Gjilani e Prishtina, Perizoi edhe Kelina. Shtuna në shkollës bashku do të rina. Kur të vini mos harroni, edhe kruje këtu taftoni, shoni lajme në Gjirokastër, të pelene Mallakastër, as mirë dikuksin me thin, dire Korçëno me rethin, praste topën e Gostivarin, Rasulqinin e Tivarin, Buja noci vjen Presheva, Suhareka e Malisheva. Të ndolla ku e po dojeva. Kam thirë flaf, kam thirë goci, po të grute dhe malësi, kam thirë dibërën, ohrin strugën, mere leshen edhe fukën, vjen Qamëria e vjen Janina, lumet nas bashku do të rina, manastiri ka shumë jarë, gjithsesi unë ka me arë, gjithsesi unë ka me arë, se për shkoq mallim ka marë, por një bes nga në thone ki. Erdo kur te ju do të vime. Kur të vini mos harroni, edhe krujen të taftoni, shoni lajmen e Gjirokastër, të pelene Mallakastër, i flamur bashkë që ndisim, i flamurës bashku ta ngrisim, le të gjone gjirë bota ma. Kështu rinë bashku, ai populli shqiptar anjo. Faleminderit.
I falenderojmë kënduesit e ilahive, Nusret Kurtishin, Nafidan Miftarin, Derim Alimin dhe Almin Shaqirin për paraqitjen e tyre të mrekullueshme. Zoti ju dhash shëndet dhe mbarësi në punën e tyre. Të nderuar ju të pranishëm dhe ju teleshikues, ju afrojmë kështu edhe pjesës së fundit të këtij manifestimi. Shpalljes së studentëve më të mirë të disa universiteteve tona, edhe atë: Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore, Universiteti Nën Tereza, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik dhe Universiteti Shën Kirili dhe Metodi. Studentëve më të dalluar, Forumi Rinor Islam do t'ju dhurojë nga një komplet të librave nga botimet e shtëpive botuese Furkan ISM dhe Logos A, për çka sinqerisht i falenderojmë shtëpitë botuese në fjalë. Për zgjedhjen e studentëve më të mirë e kanë bërë dekanatet e fakulteteve, prenga edhe na vinë studentët. E ftojmë të na bashkangjitet në skenë kryetarin e Kallirit të Mirësisë, zotrin Nexhat Liga, për të bërë ndarjen e dekoratave të para për studentët më të dalluar. Fillojmë me studentët më të dalluar nga Universiteti i Tetovës. Fakulteti i Shkencave të Zbatuara, Dega Mekatronik, prenga na vjen studenti Ylli Beadini me notë mesatare 9.58. Fakulteti Ekonomik, Dega Marketing Management, studentja Eliesa Arslani me notë mesatare 9.69. Fakulteti Kulturës Fizike, Dega Kultur Fizike, prenga na vjen studenti Suhejb Jakupi me notë mesatare 9.80. Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Dega Mjekësie e Përgjithshme, studenti Olti Esati me notë mesatare 9.81. Fakulteti Filozofik, Dega Psikologji, studentja Agnesa Sulejmani me notë mesatare 9.85. Fakulteti Pedagogjik, Dega Edukim Special dhe Rehabilitim, studentja Albana Gjelili me notë mesatare 9.86. Fakulteti Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, Dega Teknologji Ushqimore, studentja Ylza Hasani me notë mesatare 9.97. Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Dega Informatik, Shkenca Kompjuterike. Vjen studenti Beqir Sadiki me notë mesatare 9.97. E falenderojmë zotrin Nexhat Ligën për ndarjen e dekoratave dhe e lutim të qëndrojë një skenë për një foto të përbashkët. Ndërsa për të ndarë dekoratat e radhës, ftojmë në skenë profesor doktor Veland Ramadanin, prorektor për planifikim, hulumtim dhe ndërmarrësi pranë Universitetit të Evropës Juglindore. Fakulteti i Arteve, Dega Aktrim, studenti Zuriet Sulejmani me notën mesatare 9.98. Vazhdojmë Universitetin e Evropës Juglindore, Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore, Dega Menaxhimi Publik dhe Politikat Publike, studentja Iman Bakiu me notë mesatare 9.42. Fakulteti Biznesit dhe Ekonomisë, Dega Marketing dhe Menaxhmenti i Inovacionit, studentja Sara Melan me notë mesatare 9.67. Fakulteti i Shkencave Shëndetësore, Dega Fizioterapi, studentja Selima Abdio me notë mesatare 9.82. Fakulteti Juridik, Dega Drejtësi, studenti Elfatir Loga me notë mesatare 9.88. Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, Dega Komunikim Ndërkombëtar, studentja Zubaida Hashimi me notë mesatare 9.90. Vlen të përmendet se studentja në fjalë para 4 viteve pikërisht në këtë skenë dhe në këtë manifestim u dekorua si nxënëse e dalluar. Përgëzime. Vazhdojmë me Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkohore, Dega Shkenca Kompjuterike, studentja Arita Ademi me notë mesatare 9.93. Është radha tani Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik. Prenga na vijnë studentët si vijan. Fakulteti Juridik, Dega Drejtësi, studentja Berru Emin me notë mesatare 9.58.
Fakulteti Art dhe Design, Dega, Dizajni i Modës, studentja Ebru Kalinka me notë mesatare 9.67. E falenderojmë profesor Veland Ramadanin që na u bashkangjit në skemë për ndarjen e dekoratave. E lusim të qëndrojnë në skemë për një fotografim të përbashkët në fund. Dërsa tani, për të ndarë dekoratat e radhës, ftojmë në skenë zëvendës ministren e transportit, zonjën Kaltrina Zekolli Shaqiri. Fakulteti Edukimit, Dega Gjuhë dhe Letërsia Angleze, studentja Art Halimani me notë mesatare 9.72. Fakulteti Inxhinieris, Dega Inxhinieri Kompjuterike, studentja Liza Zenku me notë mesatare 9.82. Fakulteti i Shkencave Humane dhe Sociale, Dega Psikologji, studentja Almira Saiti me notë mesatare 9.89. Fakulteti Ekonomik, Dega Menaxhment, studenti Damir Ismailovski me notë mesatare 9.92. Vazhdojmë me Universitetin Nën Tereza, Fakulteti i Shkencat e Informatikës, Dega Shkencat Kompjuterike dhe Inxhinieri. Për nga na vjen studentja Kanita Reqica me notë mesatare 9.48. Fakulteti Shkencat Teknologjike, Dega Tekstil, Dizajn dhe Modelim, studentja Besjana Ismani me notë mesatare 9.69. Fakulteti i Shkencat Teknike, Dega Inxhinierie Komunikacionit dhe Transportit, studentja Almedina Topaloska me notë mesatare 9.83. Nga Universiteti Shën Kirili dhe Metodi e kemi një studente edhe atë nga Fakulteti Filologjisë, Blazhe Koneski, Dega Gjuhë, Shqipe dhe Letërsi, studentja Besjona Jusufi me notë mesatare 9.98. Studentja Besjona Jusufi paralelisht ka ndjekur studimet edhe në Fakultetin e Pedagogjisë në Manastir, pranë Universitetit Shën Klimenti i Ohrit, Dega Gjuhë Angleze dhe Letërsi, me notë mesatare 9.75. Përgëzime për Besjonën. Erdhëm kështu të studentët më të mirë të këtij viti, atë me notë mesatare të studimeve 10. Për studentët me notë mesatare 10, sponsori i sonтëm, Argjendaria Diamond, do të ndajë nga një dhuratë shtesë, ndaj të cilëve jemi përzemërsisht falenderues. Me notë mesatare 10 si vjet na vijnë 3 student, ose thënë më saktë, studente. Nga Universiteti Nën Tereza, Fakulteti i Shkencat Sociale, Dega Studime Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, studentja Adrela Zenku me notë mesatare 10. Studentja tjetër na vjen nga Universiteti i Tetovës, Fakulteti Juridik, Dega Drejtësi. Studentja Elma Osmani me notë mesatare 10. Fakulteti Filologjik, Dega Gjuhë dhe Letërsia Angleze. Për nga na vjen studentja Agnesa Regjepi me notë mesatare 10. I përgëzojmë të gjithë studentët për këto arritje madhështore dhe u dëshirojmë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. Shpresojmë që shembullin e tyre pozitiv ta ndjekin edhe gjeneratat e reja. Njëkohësisht e falenderojmë edhe zonjën Kaltrina Zekolli Shaqiri që bëri ndarjen e dekoratave të fundit. Ndërsa tani me të gjithë studentët e dekoruar do të bëhet edhe një fotografi e përbashkët.
Të nderuar të pranishëm dhe ju teleshikues, erdhëm kështu në fund të manifestimit në gjurmët e më të mirëve të përgatitur nga Forumi Rinor Islam. Ju faleminderit që na ndoqët, ju këtu në sallë dhe ju përpara ekraneve televizive. I falenderojmë sërish edhe të gjithë ata që mundësuan realizimin e këtij programi, sponsorët medial dhe donatorët e shumt. Mirënjohje dhe falënderime veçantë edhe për aktivistët e palodhshëm të Forumit Rinor Islam, pa angazhimin dhe kontributin e të cilëve ky program nuk do të mund të realizohej kaq bukur. Zoti ju shpërbleft me të mirat e tij pafund. Të nderuar miq, miru pafshim në aktivitetet e radhës të Forumit Rinor Islam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Faleminderit.